tash duke bisedu, më kujtu një rast me Sulejmanin a.s. I cili kur u bë mbret, kur Zoti e shpalli si mbret, ne dim se mbretëria e tij ka qenë e veçantë dhe nuk përsëritet mbretëria e Sulejmanit deri në ditën e Kiametit. Dhe kështu që veçoria e tij dhe mrekullia e tij ka qenë se ai i ka ditë gjitha gjuhët e gjallësave. Dhe kur bëhet mbret Sulejmani a.s., gjitha gjallësat shkojnë dhe me një farë mënyre ja bojnë për hajër, ja urojnë këtë post të madh. Dhe çdo gjallës sipas mundësisë i dhurojnë një farë hedije Sulejmanit a.s. Dhe i vjen rendi milingonës si insekt. Shkon edhe ja uron dhe ja jep besën se do të jetë në urdhën e Sulejmanit a.s. dhe se ajo si insekt do të jetë ushtria e Sulejmanit. Dhe në ndërkohë ja jep një dhuratë Sulejmanit. Para mendoni çka mundet me i dhënë milingona Sulejmanit a.s. Dhe jep gjysmën e grunit. Edhe kur e shef Sulejmani a.s. thotë mbaje këtë me vete se ti ke më shumë nevojë për këtë se sa unë. E në atë rast milingona me një farë mënyre sikur se irritohet nga ky nënvlerësim i dhuratës. I kësaj begatie. Edhe i thot milingona Sulejmanit a.s. thot nëse nuk e ke ditë, thot po ta mësoj. Se Zoti i jep atë sa ka. Zoti i jep atë sa ka. Thot atë që unë e zotroj është kokra e grunit. Thot unë e kam dhënë gjys edhe ta kam dhënë ty. Se gjysma tjetër do të më shërben për vitin e plot. E ki parasysh. Thot unë po të pyes ti, thot. A je duke dhënë ti gjysmën e asaj që ta ka dhënë Zoti për të mirën tënde në shërbimin tënd? Sulejmani a.s. merr këtë mësim, edhe kjo mësim është për neve. Nëse Zoti na jep gjatë muajit Ramazanit, gjatë jetës, në këtë botë, edhe në botën e përteme, në krahasim me pasurinë që e ka Zoti, pasuri e cila nuk harxhohet asnjëherë. Për këto mirësi na se jemi duke dhënë. Nga ajo që na ka dhënë Zoti. A jemi duke dhënë maksimumin apo jemi duke dhënë minimumin?